Google po përballet me një valë padijsh civile që arrin në total të paktën 12 miliardë euro. Sipas raportimeve, Bloomberg News ka identifikuar 12 çështje civile në vazhdim në 7 vende europiane, edhe pse jo të gjitha gjykatat dhe palët ishin të gatshme të deklaronin shumën totale. Vlera e 9 padive te i kalon 12 miliardë euro. Shumat në këto padi shpesh i te i kalojnë gjobat e Bashkimit Evropian për të njëjtin aktivitet, u shpreh një profesori së drejtës në Universitetin e Düsseldorfit. Padit gjithashtu përkeqësojnë problemet ligjore të kompanisë. Në një kohë kur Departamenti Amerikan i Drejtësisë po përpiqet ta detyrojë atë të ndajë pjesët kryesore të biznesit të reklamave dhe kërkimit pas humbjeve në 2 çështje të konkurrencës. Sipas raportimeve, Google thotë se paditë civile në Europë nuk kanë asnjë vlefshmëri. Vetë kompania nuk pranoi të thoshte se sa padi janë ngritur ose për cilat shuma bëj fjalë. Shumë nga këto raste së shpejti do të dëgjohen në gjykat. Në fund të qershorit, një gjyqtar i Londrës do të dëgjojë një padi për 1 miliard pound nga faqja e internetit britanike Kelco dhe Foundem. Në shtator, një gjykat në Amsterdam do të dëgjojë argumentet e një padie të ngritur nga kompania holandeze Compare Group. Përveç kësaj, 2 seanca janë planifikuar në Hamburg në tetor dhe gjyqtarët në Berlin kanë planifikuar 2 të tjera në nëntor, duke përfshirë një çështje prej 3.3 miliardë euro të ngritur nga Idealo në pronësi të Axel Springer. Google po përballet gjithashtu me një padi prej 2.1 miliardë euro nga faqja suedeze e internetit PriceRunner. Në të njëjtën kohë, padi të reja vazhdojnë të shtohen. Muajin e kaluar, një padi prej 900 milionë euro u ngrit në Amsterdam në emër të disa kompanive. Javën e kaluar, kompania italiane Multiply Group SA i kishte kërkuar Google 2.97 miliardë euro dëmshpërblime, që dyshohet se i ka pësuar faqja e saj e internetit Trova Preci midis viteve 2010-2017. Më pas, disa paditës kanë rritur kërkesat e tyre dhe kanë përfshirë financues të jashtëm. Ata argumentojnë se Google vazhdon të shkel ligjet e konkurrencës, duke manipuluar rezultatet e kërkimit dhe duke mos përmbushur urdhrin e Bashkimit Evropian të vitit 2017. Sipas tyre, kjo e ka lejuar gigantin teknologjik të dominojë në mënyrë të padrejtë trafikun dhe fitimet në internet. Përveç padive civile, Bashkimi Evropian ka gjobitur gjithashtu kompaninë me rreth 8 miliardë euro që nga viti 2017 për shkelje të ligjeve të konkurrencës, megjithse disa nga këto vendime janë rrëzuar. Përveç gjobës prej 2.4 miliardë euro për vendimin e krahasimit të çmimeve, Google u gjobit me 4.34 miliardë euro dhe 1.49 miliardë euro për praktikat që lidhen me sistemin e saj Android dhe kontratat e reklamimit.